Ma gjallë uran? Ma gjallë që e nëllë? Gjithë ma gjallë, gjithë. Që ku jetë që 4 vjetë. Ku, si të vinë veç zgjedhjet, veç shojmë, që delë. Ti s'mo marrë ku, se kërë studio tonë ku marrë gjithë. Jemi kandidat për kryetar Prishtinës, mirë se erdhe në studion e emisionit e Partijës, kënaqësimet pas në studio. Mirë se gjej, faleminderit shumë mirë me qenë këtu. Faleminderit shumë, kënaqësimet pas Visar Ymeri. Faleminderit shumë Bekim Kabashi. Ylli Hoxha, faleminderit shumë që je sonte me ne. Pse duhet me të votu, e ku ke 4 vjetë, që tash duhet me të votu Prishtinasit, ty Uran Ismaili. Po mendoj që ku kam qenë 4 vite në Prishtinë, si gjithmonë edhe në angazhim për qytetin tem, gjithë angazhimi nuk o publik, sepse une çka e kum ditë është që për një kohë kemi qenë në një qeverisje me zotin Rama, dhe natyrisht që unë s'kam dash me marë hapësirë mediale të asaj kohë, dhe kam thonë disa herë, po e thëmë prapë, që unë edhe pse kam qenë iftuar, asnjëherë nuk kam marrë pjesë në asnjë inaugurim të komunës apo diçka tillë, sepse kam konsideruar që ai që bëhet kryetar, le të ka përgjegjësinë, le të udhëheq, mos të kemi dualizëm, mos ka ajo, ka një varë tradite këtu politike që koalicionet shkojnë te dy. Unë nuk e çmoj ato, sidomos në nivel lokal, mendoj që kryetari i komunës e ka hapësirën, e ka përgjegjësinë, e ka gjithashtu që duhet mi pas, edhe natyrisht ai ka marrë hapësirën e vet, dhe drejtorat që në atë kohë në kryetaria kanë punuar për Prishtinën. 2 vite tjera ka qenë një angazhimi jemi që e kum bën teren, që e kum bën me qytetar, cilin kom konsideruar që është më i rëndësishëm se çfarë do lloj angazhimi tjetër, edhe që më përgatit më mirë me tregu drejtën për një ballafaqim çfarë është sot, që është për fatin e Prishtinës edhe për të mirat e Prishtinës. Kur thu pse më votu, pse më besu, mendoj që unë e vi si një kandidat që e ka një ekip shumë të mirë, e kam një listë jashtëzakonisht mirë. 70% e listës garojnë për herë të parë në Prishtinë, dhe jo njerëz të cilët nuk garojnë për një karrierë politike, po garojnë për qytetin e vet. Domthonë janë vinë nga aspekte, nga sfera të ndryshme profesionale, mirë po që i kanë lënë gjithë ato për me garu për qytetin, për shkak gjendjes cilën gjendemi, dhe që kanë dëshirë me dhonë më të mirë në qytet. Pra një ekip mirë, një program i cili është i drejtuar drejt zgjidhjeve në Prishtinë, jo një program i cili është i orientuar drejt, si me thonë, renderave apo animacioneve të ndryshme të cilat mandej nuk po realizohen asnjëherë, po unë kam një program që përmirëson jetën e qytetit, e përmirëson jetën lagjet tona, është me projekte të menjëhershme, me projekte konkrete, dhe natyrisht edhe unë si kandidat vi me një përvojë që kam pas në institucione publike, kam udhëheq edhe Ministrinë e Shëndetësisë, që është një ministri mjaft komplekse, edhe që mendoj të paktën kështu ka një ta quaj një gjysmë pranëshmërie, se duhet të pranëshmëri të plot që ka qenë një punë që është bërë në të mirën e qytetarëve dhe që ka arrit me bërë reforma në Ministrinë e Shëndetësisë, dhe po them pse ka qenë shumë komplekse, prapë se prapë njerëzit e kanë pa përmirësimin. Po ashtu, me thonë drejtën, unë e vi edhe nga një anë që edhe kam një shkollë që është kry për administratë publike, dhe magistraturën e kry për administratë publike në Amerikë, kështu që mendoj që i kom edhe aspektin teorik, edhe aspektin praktik, edhe një përvoj, edhe ma e rëndësishme është që unë garoj për një qytet që e kam bojë jetën të, që jom martu, e kom gjetë punën e parë në Prishtinë, jom martu në Prishtinë, i kom fëmijët më kanë linë në Prishtinë, kom shku në shkollë në Ismail Qemal, më kanë shku fëmija në Ismail Qemal në shkollë, pra jam i lidhur me qytetin në formën që nuk jam me asnjë pjesë tjetër të Kosovës, dhe garoj për qytetin tem, nuk kam qytet tjetër post Prishtinës? Jo, unë nuk kam asnjë qytet tjetër post Prishtinës, nuk e shoh veten asnjë qytet tjetër post Prishtinës, nuk kam asnjë lloj, si më thonë, as shtëpi tjetër ku shkoj, e kam një banesë temën, dhe është banesa jeme e vetme që e kam, dhe është e vetme në Prishtinë, çka do që lidhet në jetën teme, qoftë personale, apo profesionale, apo edhe të ndërmarrësisë që e kam bërë në Prishtinë, edhe për mu kjo garë... Post ndërmarrësisë, post politikës. Në shka e marrë tjetër? A e marrë me Hagën, Uran? Këto 4 vjetë? A e marrë me Hagën këto 4 vjetë? Po, ajo... A ke qenë pjesë, a je pjesë e ekipit mbrojtës? Po, tash ajo është larg syve të publikut, edhe unë nuk e kom pru shpesh, edhe nuk është unë jam pjesë e ekipit. Po insistoj për me ditë. Po jo, nuk e mojmë sheft në kuptimin e saj, po nuk e bëj për në kuptim të diskutimit publik, sepse e bëj për vlerat që unë i besoj, për vlerat e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, për vlerat e rolin e
atyre që kam pas në ndërtimin, fuqizimin dhe luftën shtimtare që u bo. Unë jam pjesë e mbrojtjes të zotit Veseli dhe kam qenë prej ditës parë dhe do të mbes deri në lirimin e tij, pjesë e ekipit mbrojtjes. Mirë po ajo është një punë që e bëj, e cila sado që është konsumuese, është larg opinionit sepse është një betejë ligjore dhe natyrisht që më rezervona me fol shumë sepse jam pjesë e ekipit mbrojtjes dhe nuk më takon me fol sepse rregullat janë të tilla që unë nuk du me bo asnjë moment, si më thonë, me pru një diskutim pa nevojshëm kur bie puna për fatin e tyre, sepse konsiderojmë fundit që ata janë atje për një histori të Kosovës, që gjithë e dim për do vlera që janë universale të popullit Kosovës, e që ka qenë lufta për liri. Prandaj, po e lo me kaq.